Mirëmbrëma, takohemi së bashku në emisionin Konakt në televizionin Sot 7. Sonte në Konakt jemi me Enjela Karafilin, drejtore e të ardhurave në Bashkinë e Pogradecit. Mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur. Mirëmbrëma. Lajmet e fundit që vinë nga zyra juaj, cilat janë? Kemi disa lajme të reja për drejtorinë e taksave dhe tarifave vendore. Ajo që dua të theksoj është që ne jemi në vitin e 3 të këtij viti që nuk kemi rritje të taksave dhe tarifave vendore, vazhdojmë në të njëjtin nivel, por në ajo që unë do doja që ne sot të ndalonim është ligji numër 86 i vitit 2025 për fshirjen, shuarjen dhe pagesën e detyrimeve tatimoreve. Më fal, shuarjen? Shuarjen, kemi dhe shuarje të detyrimeve, dhe pagesën e detyrimeve tatimoreve ndaj administratës tatimore qendrore dhe vendore dhe detyrimeve të pagueshme në dogana. Do ndalojmë sot tek ajo që ne na intereson të detyrimet tatimore vendore. Por dua të theksoj që këtë vit bizneset në qytetin e Pogradecit për sa i përket aplikimeve të shezllonave nuk është se do të na kufizoj sikurse viti i kaluar vetëm tek hotelet, po ju është dhënë përparësi edhe bar restoranteve që ndodhen në Breglicen, që t'ju japim mundësi të gjithëve të krijojnë gjatë verës aktivitetin e tyre. Po që do jenë të kontrolluara nga ana juaj, besoj? Patjetër, nga Agjencia e Bregdetit dhe nga ne nga Bashkia. Atëherë, a mund të themi kjo kategori që përfiton me këtë shuarje të këtyre detyrimeve, cila është? Atëherë, unë doja ta filloja arsyeja e këtij ligji, pavarësisht se vetë si ekonomiste, personalisht jam kundër shuarjeve të detyrimeve, por ne jemi të detyruar të zbatojmë ligjin. Dhe ligji në këtë rast kërkon të adresoj detyrimet e mbartura nga subjektet dhe familjet, që t'i vendosi ato në një stat për të bërë të mundur që të kenë mundësi si subjektet dhe familjet të hynë në rregullin e pagesave të detyrimeve, por dhe të lehtësoj bazën që kemi ne të detyrimeve të prapambetura në regjistrin tonë. Shuarja e detyrimeve është shuhen të gjitha detyrimet e taksave të tarifeve vendore deri në vitin 2014. Ka pasur një ligj të mëparshëm që shuheshin detyrimet deri në vitin 2010, të dalë në vitin 2011, dhe gjithë detyrimet të krijuara nga 2010 deri në 2014 shuhen totalisht, automatikisht, si për bizneset edhe për taksat tarifat familjare. Është kategoria e dytë që hyn debitorët që janë nga viti 2015 dhe deri në vitin 2019, për këta debitorë të cilët do paguajnë deri në 30/6/2026 gjysmën e detyrimit, 50% të detyrimet, i falet komplet detyrimi tjetër dhe kamatat dhe gjobat. Po kështu vlen të përmendet që këtu përfitojnë edhe familjarët. Dhe kjo pikë e familjarëve do doja që të ndalonim në një moment të dytë për të sqaruar opinionin publik dhe për të bërë të mundur sa më shumë persona që duan të çlirohen nga kjo barë, duhet të paraqiten te drejtoria e taksave për t'i orientuar më pas me veprimet që duhet të kryen. Është edhe kategoria e dytë që janë debitor po të këtyre viteve, 2015-2019, të cilët do e paguajnë detyrimin deri në fund të vitit, 31 dhjetor 2026, do paguajnë 75% të detyrimit dhe shuhen gjithë kamatat dhe gjobat e vendosura. Kategoria e detyrimeve të pambledhura nga viti 2020 dhe deri në 2024 duhet të paguajnë principalin brenda këtij vitit për të shuar gjobat dhe kamatvonesat. Tek principali i tyre nuk kemi lehtësime. Ata do paguajnë komplet principalin dhe do të kenë lehtësime vetëm tek kamatvonesat dhe gjobat e vendosura. Zotëria Karafili, pse tani? Ndoshta është krijuar një borxh tek tatimorët, tek bashkitë, të cilat do me faljen e këtyre gjobave t'i lehtësoj pak frymëmarrjen e tyre. Pasi nga përvoja ime, një detyrim i cili nuk paguhet në vitin e parë edhe të dytë,
Më pas ai është e pamundur mbledhja e tyre. Ne zakonisht për debitorët e bizneseve kemi marrë masat e bllokimeve bankare, e bllokimeve të pasurive të luajshme dhe të paluajshme, por nga gjithë detyrimi, për shembull të marrim vitin e fundit që vlera e detyrimit për bizneset ka qenë rreth 26 milion të reja, nga këto masa që ne kemi marrë, kemi bërë të mundur të mbledhim 17 milion. Pjesa tjetër është e mbetur. E mbetur dhe është e pamundur për ta... E pamundur për të mbledhur, sepse gjatë kësaj periudhe ne kemi biznese që mund të largohen, biznese që regjistrohen, që pezullohen. A ka për atyre që nga njëra anë që regjistruar nga tjetër kanë ushtruar aktivitetin e tyre apo jo? Që të ketë që janë të regjistruar dhe vazhdojnë aktivitetin këto janë raste të rralla që ne inspektorët e terrenit i konstatojnë në terren dhe ne ju dërgojmë shkresë tatimorëve për të marrë masat pasi atyre ju takon kjo pjesë dhe nuk kemi pasur, ata që janë pasur nuk janë shkëputur nga detyrimet. Në momentin që ai është konstatuar si subjekt që vazhdon aktivitetin, nuk i është shkëputur detyrimi tatimor vendor. Sa është vlera e gjithë këtij borxhi që falet, zonja Karafili? Atëherë, në total ne kemi rreth 345 subjekte që janë debitore. Deri në 2024 po flasim. Por vlera që do shuhet totalisht është për bizneset rreth 26 milion të reja deri në 2014 dhe për familjarët është 18 milion të reja deri në 2014. Kurse pjesa tjetër që i takon periudhës deri në 2020 që duhet patjetër, kjo do varet nga vetë ndërgjegjësimi i secilit, nëse do të shlyej këtë borxh apo jo, ai duhet paraqitet tek zyra. Për bizneset janë pak më të kapshëm, pasi ne do të çojmë njoftime për të gjithë këta debitor që të paraqiten tek zyra për të vazhduar procedurat e mëpasshme. Kurse për familjarët unë do doja të ndaloja pak, pasi familjarët i paguajnë taksat dhe tarifat vendore tek faturat e ujit. Dhe do doja të gjithë familjarët që kanë detyrime të papaguara të ujit deri në vitin 2014, ato ne do çojmë proces verbalet tona me të hyrë udhëzimi në fuqi dhe janë automatikisht të shuara. Për detyrimet që ju mbeten tek ujësjellsi nga 2015 deri në fund të 2019, ata duhet të paraqiten tek zyra me që ne t'i orientojmë se çfarë duhet të kryejnë. Duhet të paguajnë gjysmën e detyrimit që ne të bëjmë të mundur shuarjen e detyrimit për ta. Prandaj është shumë e rëndësishme për të gjithë qytetarët që kanë detyrime fatura të papaguara tek ujësjellsi për këtë periudhë nga 2015 deri në 2019 deri në fund të 2019 duhet me patjetër të paraqiten ne do t'i orientojmë për të bërë kërkesat e tyre që ne të kemi mundësi për t'i marrë hap pas hapi. Kjo është shumë e rëndësishme për qytetarët sepse pagesa e 50% të borxhit është afati deri në 30/6/2026. Domethënë deri në këtë moment ata kanë mundësinë për të paguar gjysmën e detyrimit të principalit që të përfitojnë gjysma tjetër falet. Prandaj tek kjo doja të ngulja kë më tepër, pasi biznesi do marrë njoftimin dhe ajo varet në ndërgjegjësimin e tij nëse do të vijë të paraqitet për të përfituar nga kjo falje ajo. Kurse për familjen është pak më specifike pasi detyrimi flas për Bashkim Pogradec, njësia administrative Buçimas që kanë lidhje me rrjetin e ujësjellsit, duhet të paraqitet me patjetër tek zyra e drejtorisë. Jo, ajo që do të pyesja, një situatë e tillë është krijuar pse? Pasi nuk janë paguar taksat. Sepse një familjar rregullisht shkon për të paguar faturën e ujit, aty ku ka edhe pjesën tjetër që ka për të paguar. Ky nuk ka shkuar as për të paguar, është banor, po themi njësisë administrative Buçimas apo Udenisht ose Pogradec dhe nuk ka kryer, janë debitor, larguar
prej këtej, apo e kanë pas të pamundur financiarisht për të përballuar çotën këto fatura? Është diçka, pjesa e pagesës tek individi është diçka edhe personale. Domethënë, duhet ka familje që nuk e përballojnë, por ne kemi marrë masa, për shembull, një familje që është në ndihmë ekonomike, pensionistët që jetojnë vetëm, kanë goxha ulje tek ne, ose gratë kryefamiljare që janë pa punë, tek ne i kanë të zeruara tarifat. Por çështja e pagesës së individit është personale dhe ata nuk kanë paguar as detyrimin tek ujësjellsi. Po, vazhdojnë të furnizohen me ujë të pishëm, apo si? Ne nuk e di se si është kontrolli në Bashkinë e Pogadesit, sepse kjo është pjesë që i takon ujësjellsit. Po vjen qartë, por është në mënyrë elektronike, nëse ti nuk ke paguar detyrimet edhe këtu ndodh, ndërmarrjes së ujësjellsit kanë rezervave, ti nuk ke të drejtë për të pasur ujë të pishëm në rubineta. Edhe këtu ndodh, por nëse mund të them që qyteti në pagesat mujore është 98% të mbledhjes së taksës. Në njësitë administrative kjo është pak më ulët, pasi ata krijojnë mundësira me puse. Atëherë këtu është edhe pjesa më e madhe e këtyre detyrimeve. Po, detyrimet vinë më tepër nga njësitë administrative. Janë edhe familje që nuk kanë faturë me ujësjellsi, por detyrimet i kanë. Edhe kjo është pak e vështirë për të mbledhur. A do ketë një lloj transparence për sa i përket zbatimit të faljes së këtyre detyrimeve, zonja Karafili? Patjetër. Është duke u përgatitur grupi i cili do të merret me këtë. Do të merret çdo individ, do të merret nga grupi që do caktohet, që do merret me fshirjen dhe pagesat me këste të debitorëve. Ai grup, pasi të plotësoj gjithë dokumentacionin e kërkuar, duke nxjerrë, duke qartësuar detyrimin të papaguar, duke fshirë kamatat dhe gjobat e vendosura, dhe më pas duke dhënë faturën për të paguar gjysmën ose 75% të detyrimit sipas ligjit. Të gjithë këto dokumentacione do të jenë në dosjen e tij dhe gjithashtu do të bëhen edhe publike. Pasi të mbaroj ky si proces, ligji e thot hapur, shprehmisht, që brenda muajit janar, çdo bashki ose çdo institucion do të nxjerrë në transparencë faljet që janë kryer. Qose ndalemi tek biznesi, sa biznese përfitojnë nga kjo fshuar? 345. 345. Po. Janë kryesisht biznese të vogla, familjare, apo ka dhe biznese të tjera? E ti është diçka, domethënë se bizneset të mëdha janë pak që nuk paguajnë, sepse bllokimi bankar atyre ju pezullon punën në çdo moment. Dhe ata që nuk paguajnë, ose janë në subjekte që kanë mbetur të mëdhenj dhe janë në faliment, ose janë disa subjekte për shembull që ne nuk po gjejmë ku ndodhen, për të pak janë të mëdhenj. Pjesa më e madhe është të mesëm, po, jo, janë pak biznese të mëdha që mund të jenë debitor. Më tepër janë të vegjël edhe të mëdhenj. Po mirë, pyetja kështu është, pse s'kan qenë të interesuar për ta bërë një gjë të tillë? Mirë, ajo pjesa e atyre që paguajnë tek fatura ujit të gjitha detyrimet që kanë ndaj pushtetit lokal. Po biznesi? Biznesi i çohet procedura ligjore. Sepse një biznes i falimentuar që ka detyrime ende të pashlyera, që mund t'i zerohen, a është interesuar? Pa, është i mundur, në momentin që ai është i falimentuar, duhet parë edhe situata e tij, ai ka mundësinë që të bëjë këtë pagesë 50%. Pra, kjo është edhe pyetja ime. A ka mundësia që të vijë të kontaktoj për ta bërë këtë pagesë që të përfitojë pjesën tjetër? Pak e vështirë. Ne do të gjithëve, pa përjashtim, edhe subjekteve që janë në faliment, ne do t'ju çojmë njoftimet, por është pak e vështirë. Dhe unë jam pak skeptike të kjo pjesë, domethënë se sa do t'jetë, sa do të afrohen njerëzit, sa do të afrohen bizneset për të kryer këto pagesa. Jo, se një biznes që është në aktivitet, sigurisht që do jetë shumë interesuar për ta bërë një gjë tillë, po një tjetër që ka falimentuar. Janë pak. Besoj ata që vazhdojnë aktivitetin dhe që janë debitor, janë shumë pak në krahasim me ata që mund të jenë pezulluar, mund të jenë regjistruar, që kanë shpallur falimentin. Kurse këta biznes do ketë një lëvizje, por nuk e mendoj se do të jetë shumë e madhe. Atëherë, numri më i madh është thatë tek bizneset e vogla dhe bizneset e mesme.
Ka një numër kështu parafërsisht apo? Parafërsisht, ne deri në fund të vitit 2024 kemi një debi nga 2011 dhe në vazhdim për rreth 58 milion. Nga kjo 58 milion, ju thash që rreth 26 milion është që do të shuhen, dhe pjesa tjetër është që do t'ju jepet mundësi për të paguar gjysmën e detyrimit, po gjithmonë dua ta theksoj që gjysmë e detyrimit është për debitorët nga 2015 deri në 2019. Pjesa tjetër 2020 deri në 2024 është vetëm gjoba dhe kamatat. Kurse 2025 nuk është pjesë e këtij vendimi, e këtij ligji. 2025 në momentin që ka kaluar janari, debitorët po bëhen gati procedurat për bllokimet bankare, ato që ne i kemi menjëherë pasi nxjerrim debitorët, dhe nuk lehtësohen as nga kamatat dhe as nga gjoba. A mendoni se, pra nëse do funksionojë kështu siç pritet, siç mendoni edhe ju, megjithëse ju si ekonomiste jeni pak skeptiste siç thatë, por nëse do zerohen të gjitha këto gjoba, do përgjysmohen, do ketë përqindje të konsiderueshme të zërimit apo të faljes, a mendoni se do të ketë bizneset që do të rifillojnë edhe një herë aktivitetin e tyre? Besoj bizneset që do e marrin këtë hap është një shans i tyre për këtë pjesë, është një shans shumë i madh për bizneset që kanë detyrime. Do ta kenë një avantazh që ata të fillojnë të stabilizohen me pagesat, pasi detyrimet që janë më pas, ata kanë mundësi, edhe nëse nuk e kanë të plot për ta paguar, e kanë mundësinë në krijimit të marrëveshjeve për pagesa me këste, që ne gjithmonë i kemi aplikuar. Domethënë ka shumë mundësi, e gjitha kjo do t'ja u lehtësoj punën nëse ata do të paraqiten te zyrat tona, që ne t'i orientojmë, jemi gjithmonë të hapur që t'i ndihmojmë derisa ka mundësi brenda ligjit që ata të lehtësohen nga kjo barë dhe të fillojnë sikurse dhe janë dhe bizneset e tjera që paguajnë. Zonja Grafili, ju vetë keni patur kontakte gjatë kësaj periudhe me të tilla biznese? Kam patur disa kontakte me biznese që kanë detyrime dhe vazhdojnë aktivitetin dhe janë të interesuar. Besoj ata që unë kam kontaktuar janë të interesuar që të kryen këto pagesa dhe të vazhdojnë procedurat më pas, por me atë që prisja është një numër i pakët, ju thash që unë jemi në pritje si drejtori të udhëzimit, kemi të çuar dhe një shkresë në ministri për të patur pasi po afrohet fundi i qershorit dhe nuk duhet të jemi në momentet e fundit për të kryer veprimet, të kemi sa më shumë kohë, sa më shumë biznese, sa më shumë familje, që t'ju japim mundësinë që dhe ata të lirohen nga kjo barë, por njëkohësisht lirojmë edhe kontabilitetin tonë. Në gjykimin tuaj, a mund të krijojë kjo një precedent që njerëzit të presin faljet e tjera në të ardhmen? Unë ja u thash edhe në fillim të takimit tonë bashkë sot që unë nuk jam për falje, personalisht. Por pasi kjo nuk është e drejtë tek njerëzit që paguajnë. Por këto falje ndodhin në gjithë botën. Janë procese që i ndjekë që duhet në një moment kur një borxh i vitit 2014, tashi që jemi në vitin 2026, kur ai nuk është likuiduar në këto vite, është e pamundur, është i vdekur si borxh. Domethënë ai thjesht do qëndroj. Në fakt për qenë pak realisht edhe nga ana juaj. Po, unë prandaj ja u thash, nga historiku i çdo viti, ne shkojmë tek borxhi, po marrim biznesin se është më i prekshëm. Biznesi, ne kemi rreth 1900 biznese. Në Bashkinë e Pogradecit. Në Bashkinë e Pogradecit. Dhe ne gjithmonë na mbeten tek 300, 330, 320 në fund të vitit, që për të cilët ne marrim masat për bllokimet bankare, bllokimet në shlyerjen e detyrimeve, dhe vlera shkon nga 25, 26, 27. Dhe gjithmonë ne arrim të mbledhim tek 17 milion, 16 milion nga masat që ne marrim, që na lejon ligji. Pasi është edhe një proces tjetër i fundit që nuk e kanë ndërmarrë as tatimet, jo më edhe zyra jonë, që është konfiskimi. Te kjo pjesë ne nuk kemi shkuar. Në fakt ligji ju e lejon? E lejon, por që të ndërmarrësh, të konfiskosh
mallin, është një procedurë që kërkon shumë kujdes, shumë kërkon diçka. Konfiskim e bën ju apo janë gjykatat që ndërhyjnë gjithmonë të nxitura nga ana juaj? Konfiskimi ndodh nga drejtoritë, si tatimet, si edhe drejtoria e taksave, kudo e ka të drejtën e konfiskimit, por është një procedurë se pasi janë shumë detaje, e para njerë duhet të vlerësohet vlera. E qartë. Ka shumë detaje për të cilat nuk është shkuar dhe nuk është e lehtë ti sekuestrosh dikujt mallin, pa thënë diçka më tepër. Ka procese më pas gjyqësore, ka gjëra që është pak e vështirë kjo procedurë. Jo, pyetja ime është nisur edhe nga këto vështirësi që thatë edhe ju. Në fakt, biznesi a është në gjendje për të hyrë në këtë marrëdhënie të re me ju, pra vim tek ajo çlirja 50 me 50, e pa thënë 1% më vogël, e falet kjo, e po falet diçka tjetër. Pra realisht, a është i gatshëm? Besoj po. Beson po pse? Besoj po sepse një biznes që vazhdon aktivitetin nuk është i kënaqur që e ka borxhin pas. Sepse e penalizon gjithmonë. I blokojnë llogarit, nuk merr dot vërtetimet që i duhet nga ana jonë. Pra nuk merr asnjë lloj shërbimit pranë zyrave të bashkisë. Inspektorët e taksave i ka gjithmonë në çdo moment që i kërkojnë shlyerjen e detyrimeve. Dhe jo askush nuk e do këtë. Besoj që ju është dhënë një mundësi e mirë. Është më tepër mundësia e mirë për subjektet dhe familjarët, edhe për ne si bashki, pasi ju thash që do të lirojnë listat e debitorëve, do shkarkohen, por më tepër është tek biznesi. Do t'i japi frymë atij që të filloj të punojë i qetë, ashtu sikurse janë dhe subjektet e tjerë. Jo, se përderisa ai ka ardhur deri në këtë situatë, edhe ju më tepër si e fushës, por edhe unë, pra pyetjen e kam, pse e kanë lënë nga njëra anë deri këtu. Dhe përderisa e kanë lënë deri këtu, duket se pamundësia ekonomike për të përballuar gjitha këto shpenzime nuk ka qenë me alë e pak. Nuk jam plotësisht dakord me ju, është pak edhe në natyrat e njerëzve, shpresojnë se diçka do ndodhi. Pra ju thoni nuk është në pamundësi ekonomike për të çluar përderisa ti vazhdon aktivitetin, përderisa një subjekt e vazhdon aktivitetin. Sepse një subjekt i ka të gjitha mundësit, në momentin që ati nuk i ecën aktiviteti, një pezullim dhe i shkëputet nga çdo lloj detyrimi. Po, por në kushte kur ti e vazhdon një gjë. Po, në kushtet që ti e vazhdon këtë, do të thotë që ti ke të ardhura. Bile bashkia jonë është ndër të vetmet bashki që ju ka dhënë mundësi bizneseve për të paguar dhe tek fatura e ujit me këste. Domethënë të mos e paguaj rënd në 3 mujor, ose në 6 mujor, ose total gjithë vitin, po mund të paguaj shumë lehtë tek fatura e ujit me këste për 12 muaj. Po pyetja kështu naive është, po pse sa kanë bërë? Është secili është në tek nuk di, nuk mund të flas. Jo, se zakonisht themi dikush hap edhe një proces gjyqësor për këto detyrimet, për gjobat, për komadvanesat, për gjërat, edhe pret derisa të merren vendime zgjat. Dikush tjetër shpreson pikërisht tek këto politika, po themi fiskale, që do vi një falje, s'kam pse hynë në marrëdhënie të tilla, po pres faljen, por pra falja vjen deri në vitin 2014, nga 2015 deri në vitin 2019 është 50 me 50, pastaj përqindja e zërimit është e pakët. Janë shumë pak të subjekte që e mendojnë këtë. Janë shumë pak në krahasim me korektësinë që kanë subjektet e tjera. Por ndoshta dhe pamundësia, nuk e di, nuk mundet që të kenë edhe problematika të tjera në jetën e tyre. Unë nuk mund të jap një gjykim për të, por që bizneset e kanë një mundësi në këtë moment të daljes së këtij ligji, do t'i ofroja që të gjithëve që të jenë të pranishëm për të përfituar nga kjo falje. Ndryshe ata do të qëndrojnë debitor, pasi ky ligj është vetëm për këtë vit. Në 31 dhjetor 2026 nuk mund të bëjmë më dot asnjë gjë. A ndikon ky ligj në të ardhurat që do sigurohen nga për bashkinë e Pogadecit në këtë rast? Jo, Tonin, pasi planifikimi që bëhet vit për vit, ligjërisht ne na lejon që të planifikojmë debitorë vetëm të 18 muajve të fundit.
Ata nuk janë në planin e këtij viti. Ata kanë qenë të shkruar në planet të planifikuara për atë ardhurat e pritshme. Ata nuk janë pjesë e këtij plani që të ndikonin në të ardhurat e këtij viti. Kështu që nuk është se ka ndonjë ndikim tek Zonja Karafili, atëherë çfarë masash, kam një pyetje që të gatshme, do të merren që të mos krijohen borxhe të reja në të ardhmen? Ja thash edhe pak më parë, ne zbatojmë ligjin 9920 të tatimor. Dhe ata shprehimisht procedura që ndiqet në momentin kur një subjekt del debitor është pas njoftimit që ne i bëjmë për të paraqitur për të kryer pagesën, dhe nëse ai nuk ka bërë asnjë nga ankimimet, qoftë administrativ, qoftë edhe në gjykat, ne vazhdojmë procedurën e bllokimit bankar, e bllokimit të pasurive të paluajshme dhe të luajshme, dhe deri në këtë fazë kemi qenë. Ja u përmenda edhe pak më parë që nuk kemi marrë masë për konfiskim, pasi dhe vlerat nuk janë të konsiderueshme tek taksat vendore. Pasi një biznes i vogël, po flas për tarifat, do të pyesni Anjela. Pasi taksat vendore për ndërtesën varet nga metrot katrore dhe të tjera, çfarë taksa e truallit, por po flas për tarifat. Për një biznes të vogël në Bashkinë e Pogradecit, për ndarjen 0,2 të xhiros, që është vogël apo i mesëm qoftë. Do të them, nuk shkon më tepër se 118.000 të reja deri në 20.000 të reja në vit. 20.000 lekë të vjetra në vit. Të reja. Të reja në vit. Për biznesin e vogël, do me thënë nuk është një vlerë që edhe 10 vjetë të reja, ai do shkoj 20.000 milion. Nuk shkon më tepër të vjetra. 2 milion të vjetra. Nuk shkon dot më tepër. Edhe sikur 10 vjetë ai të ri pa paguar. Kurse tek detyrimet tatimore, tek të vëshot ose tek siguracionet, sigurimi është vlera më e lartë. Kurse tek ne nuk shkon. Për shembull, një familje në vit paguan rreth 13-14.000 të reja në vit. Pra, të bëjmë pak më të kuptueshme, megjithëse ju nuk ju lejohet të flisni me të vjetra, pra i bie deri në 120, 150 të vjetra. Tek familjet e flas me gjithë ndërtesën. Të rrallë, përveç atyre që kanë vila 3 katëshe, që ju shkon edhe më tepër. Po flas për 100 metër katror. Pra, njëri që ka një apartament. Për 100 metër katrore, 100 metër katrore nuk shkon më tepër. Po një biznes i mesëm, sa i ka detyrimet që ka? Do shkoj tek 280 deri në 300.000 lekë në vit. Në vit flasim për biznesin e mesëm. Do me thënë nuk është një vlerë që i rëndon, dhe një biznes që ka një aktivitet dhe nuk arrin të nxjerrë këtë detyrim, do më thënë është, për mua është... të ndaloj, pra të mos urtoj aktivitetin e vet, qoftë si biznesi i vogël. Është fare taksa vendore për biznesin e vogël, pasi ne kjo varet edhe nga politika e bashkisë. Ne për shembull peshën më të lartë ja u kemi lënë bizneseve të mëdha. Ata kanë vlera më të larta, kurse bizneset e vegjël jemi përpjekur për t'i dhënë më shumë frymë. Edhe pse është pak ndarje jo e drejtë, por peshën më të lartë e mban. Problemet e sërë, megjithëse ju keni ndjekur këto politika, problemet më të mëdha, sipas jush i paskin tek biznesi i mesëm dhe i... Pikërisht, prandaj them, është varet tek individi që merr përsipër të zhvillojë një aktivitet. Ka biznese të vegjël dhe të mesëm që janë shumë korrekt, sa ju shkon njoftimi, e paguajnë tër vitin që në fillim janë korrekt, bile edhe ne pa nxjerr faturat, ata na paraqiten tek zyra, doli njoftimi. Ka edhe persona që edhe pse e kanë këtë mundësi, e lën pas dore. Edhe i shtrëngon po tonin, ka biznese që e kanë mundësinë ta paguajnë, i lën pas dore, dhe edhe pse i njoftojmë në telefon, edhe pse i njoftojmë me shkresa, vetëm në momentin kur bëhet bllokimi vjen e paguan. Është natyra njerëzore, nuk mund të... Ju si ekonomiste financiere, apo... Jo, çfarë them, një familjar i mirë, gjëja parë që bën është, pra, niveli i argëtimeve edhe në Bashkinë e Korçës, mendoj dhe besoj që në Bashkinë e Pogradecit është në përqindje të konsiderueshme, sepse
Ne juglindorët jemi të rregullt për të çlyer detyrimin që kemi ndaj shtetit. Po, Tonin, Pra jo, e kisha pyetën këtu. Pra, amvisa shtëpis, gjëja parë, të ardhurat, llogaritë shpenzimet e me pas çfarë mbetet. Pra shkon zërrall për të çlyer detyrimet që ka, për të hequr shpenzimet që ka. Këto biznese, se ka një ekonomist nëse nuk e bëjnë vetë për shkak të ngarkesës që kanë, nuk e ka një ekonomist që merret me çlirjen e detyrimeve që kanë. Secili biznes ka ekonomistin e vet, pasi është e pamundur që ai të ndjekë ritmin e. Pikërisht për këtë pyes, por edhe këto ekonomistët se ka mundësi. Po them, është diçka që varet në krahun tjetër, secili e merr përsipër. Mundet ekonomisti ti thotë për të paguar dhe nuk e paguan, nuk reagon. Ka edhe të tilla raste, por mendoj, domethënë, në të ardhmen, sa po vjen e po ndërgjegjësojnë. Nëse shikojmë, domethënë, numrin e debitorëve që kanë qenë më parë, e neglizhencën e mëparshme, të gjithë po vjen, sa vjen e po vendosen në një stad më të mirë. Unë përsëri doja të theksoja tek qytetarët, pasi biznesin do ta njoftojmë një për një, qoftë me njoftim, qoftë edhe me telefonat. Do doja të ndaloja tek qytetarët. Ju vetë i keni nxjerrë të gjithë ata listat janë gati. Listat janë gati, secili duhet të paraqitet te drejtoria e taksës. A vazhdojnë të jenë banor të Bashkisë së Pogadecit apo ka prej atyre që janë larguar? Nisur nga fakti që ju i keni nxjerrë emrat e tyre, por a keni shku tek ajo? Janë apo jo banor? Kanë lëvizur në qendrat e tjera banimit apo janë këtu? Tek ujësillsi është me lesë e kanë tek fatura e ujit, kurse tek njësitë administrative ne kemi bashkëpunuar me administratorët dhe me punojësit që janë me kryepleqë të fshatrave për të bërë të mundur banorët që janë dhe banorët që nuk janë. Banorët që nuk janë kanë detyrim taksën e pasurisë. Po, edhe taksa e pasurisë ata e kanë aty. Dhe përsëri dhe ata do t'i nënshtrohen këtij ligji, por njoftimi i tyre dhe ardhja e tyre dhe të tjerat janë pak me kosto, po të paktën për ata që ndodhen këtu, ne të bëjmë të mundur, se periudha është shumë e shkurtër. Tani, nga ky moment që ne po flasim dhe 30 qershori, më falni, është shumë afër. Pra ju, deri në këtë momente, jeni marrë me angazhimin total të gjitha po, ne kemi nxjerrë gjithë listat, po, kemi nxjerrë listat, të gjitha i kemi gati. Presim vetëm të na ofrohen familjarët për të bërë të mundur që dhe ata të përfitojnë edhe ne të lehtësojmë listat tona në kontabilitet. E qartë. Njëra, ndalojmë pak këtu për një hapësirë reklame, ne do rikthehemi përsëri për të diskutuar së bashku për problemet e tjera në emisionin Konak në televizionin Sot 7. I lutem regjisë një hapësirë reklamet dhe rikthehemi përsëri në studio. Sonte në emisionin Konak jemi me Enjela Karafilin, drejtoresh e të ardhurave në Bashkinë e Pogradecit. Reklam dhe rikthehemi në studio. Jemi rikthyer në studio, jemi në emisionin Konak, këtu në televizionin Sot 7. Sonte në Konak jemi me Enjela Karafilin, drejtoresh e të ardhurave në Bashkinë e Pogradecit. Enjela, në pjesën e parë kemi folur për ligjin e faleve të zërimit në përqindje 50% nga viti 2015 dhe në vitin 2019 dhe më pas me një përqindje pak më të vogël të faleve, por edhe problemeve tjera për t'ju ardhur në ndihmë biznesit, por edhe familjarëve. Në këtë pjesë të dytë do të flasim për të tjera probleme që kanë të bëjnë me biznesin, por edhe me turizmin në qytetin e Pogradecit. Kam shumë biznese të hapura apo të mbyllura në vitin 2025? Në bazë të raportit që ne marrim me QKB-n, që kemi çdo mujor, në fund të vitit rezulton rreth 40 subjekte që janë hapur në raport hapjet edhe mbylljet e vitit. Janë 40 biznese më shumë të hapura? Më shumë të hapura se viti i kaluar. Gjatë gjithë këtyre viteve, pasi në fund të vitit ne bëjmë edhe analizën për planin e vitit që do të vi, numri bizneseve vjen në rritje. Mund të them që në 10 vjeçarin e fundit nga 1600 ka shkuar në 1931 biznese që jemi. Janë kryesisht bizneset të vogla dhe të mesme apo edhe bizneset të mëdha? Të gjithë bizneset të mëdha, rreth 400 biznese janë të mëdhenj që operojnë në Bashkinë Pogradec dhe pjesa tjetër është që ne i ndajmë sipas xhiros që ata deklarojnë. Kemi një ndarje në vendimin e Këshillit Bashkiak 0 me 2, 2 me 5, 5 me 8, 8 me 14, 14 me 50 dhe mbi 50.
për t'i dhënë mundësi që secili të paguajë pak më shumë nëse ai ka një xhiro më të lartë. Kjo është ndarja që ne kemi. Besoj se jemi përpjekur që të afrohemi sa më shumë për të i dhënë frymarrje më tepër biznesit të vogël dhe të mesëm. Numri më i madh sigurisht është në qytetin e Pogadecit apo edhe në fshatin? Rreth 1300 subjekte operojnë në Pogadec. Pjesa tjetër rreth 220 janë në Buçimas, 180 janë në Udërnisht dhe pjesa tjetër ndahet në njësitë e tjera. Malore të kësaj bashkie. Pra, mendoj që gjitha këto biznese nuk kanë këto, apo janë edhe këto të përfshirë në ato çfarë diskutuam në pjesën e parë. Të gjitha. Sa përqind e sipërfaqes liçënore do të jetë plazh publik këtë vit, sepse vitin e kaluar ishte, në mos gabojmë, 70 në 30? E njëjta sipërfaqe do të jetë përsëri publike. Përsëri publike është e njëjta gjë. Vetëm se këtë vit ne do të VKM-ja e këtij viti ju dha frymarrje edhe bizneseve bar restorante, të cilët vitën e kaluar nuk mundën të dilnin me shezllona në pjesën liçënore, por më tepër ju la mundësi hoteleve. Këtë vit, parcelat që ne i kemi për privatët mundën të aplikojnë edhe hotelet edhe biznes. Janë këto që kanë bare dhe restorante, por nuk kanë hotele, edhe këta do të përfshihen tashmë? Po, janë përfshirë tashmë. Deri tani janë bërë rreth 55 aplikime, që sapo u mbyllën para një jave. Dhe tani jemi në fazën që kryen pagesat, bëhen kontratat me mbrojtuesit e plazhit dhe vazhdohet procedura për lidhjen e kontratës. E pjesa më e madhe e këtyre, pra e plazhit, po themi edhe publik, por edhe privat, do të jetë e përqendruar brenda vijes liçënore në qytetin e Pogadecit. Po, do të jenë të njëjtat parcela që kanë qenë plazhe publike, do të vazhdojnë të jenë publike. Ashtu si kemi... Jo, po flas e gjithë sipërfaqja ku do shtrihen edhe shezllonet. Pra, do filloj që nga Huçkat, sikur se kanë që, po, është vija liçënore fillon që në Lin. E qartë. Jo, edhe vazhdon, por tek pjesa e qytetit, tek pjesa e qytetit është që tek Moli, po që nga Moli, që tek Moli, që njëri kraj i Molit është privat, krau tjetër është publik, dhe vazhdon. E shkon deri tek vilat? Edhe pas vilave dhe deri në Tushemisht vazhdon. Ajo pjesa pas vilave dhe deri në Tushemisht, që ka një sipërfaqe të konsiderueshme, pra, ku është, por nuk ka qenë e populluar. Kjo vjen sepse mungoj njësitë e shërbimit apo si? E para njerë aty nuk ka njësi shërbimi, pasi më tepër ato janë tokarë. Nuk ka mundësi ndërtimi, e të tjera. Por, ajo që unë do të theksoja më tepër, pasi mundësin mund t'ja u jepnim subjekteve edhe me të ndërtonin nga beach baret, si kurse e lejon edhe VKM-ja, por mendoj që rregullimi i rrugës, Lungo Gjoli, që do të filloj, besoj shtator-tetor, pasi tani unë ndërprej për shkak të sezonit, që do të filloj këtë vit, mendoj do ta sistemoj, pasi aty është rrugë, dhe rruga nuk ndahet nga plazhi dhe kalimi i makinave për një familje që mund të shkojë të shkojë për plazh në atë zonë është pak e vështirë. Unë vetë kam provuar me nipin dhe mbesën time dhe kam qenë në ankth, domethënë nga momenti se ata janë fëmijë dhe mund të dalin nga momenti në moment në rrugë, por shpresoj vitin tjetër do të jetë më ndryshe, pas Lungo Gjolit. Në gjykimin tim, unë e kam thënë vazhdimisht që një pjesë e mirë e restoranteve, pa thënë e pizzerive, të cilat janë, pra, ushtrojnë aktivitetin e tyre, po themi, që nga komisariati, apo zbresi më poshtë i qytetit, e deri tek, po themi, Hotel Kalaja, apo Një Maj, ofrojnë një shërbim të jashtëzakonshëm, por që vitet e fundit kanë dalë në vendasit me ato platformat, kanë krijuar edhe nga një lokal shtesë veror, që është pritur mirë edhe nga turistët vendas dhe të huaj. A do vazhdojnë këto platforma të jenë në këtë vit, apo keni ndryshuar diçka?
Shpresojmë që po. Pse e thatë shpresojmë se po? Pasi të shohim do përshtaten të gjitha gjërat dhe me rregulloren e re. Rregullore kujt? E bashkisë apo? Rregullore e ministrisë, që do na jap të shohim domethënë se si do të operojmë, por përsëri kryetari dhe gjithë. Pra, këto janë platformat që vendosen vetëm gjatë sezonit turistik. Dhe paguajnë çdo detyrim që i është kërkuar në instruksion. Për çdo metër katror. Po. Edhe por si kryetari që e ka opsionin e tij për t'i ndihmuar bizneset, për t'ju dhënë frymëmarrje, dhe ishte ideja e tij për t'ju dhënë dhe vendosja e këtyre platformave në Lulishte i dha gjallëri gjithë qytetit. Absolutisht po. Unë këtë mendje kam. Pra, ajo që thash, nga një ranë, restorante, bare, kafeteri, pizzeri, mjallë të një standardi të lartë shërbimit, plus këto platforma kanë bërë të mundur futjen e turistëve të vendas dhe të huaj brenda qytetit të Pogradecit. Dhe shpresojmë që të gjitha, edhe si vjetë, të vazhdojmë përsëri sikurse kemi. Pra mbetëm tek platforma, ju thatë, çfarë do thoshe? Lajme, mos më thuaj lajme jo të mira. Jo, ne gjithmonë jemi në ndihmë të biznesit. Absolutisht. Patjetër që dhe me rregulloren do ta përshtasim për t'ju dhënë mundësi të gjithë operatorëve që janë në këtë linjë të zhvillojnë aktivitetin. Pra do vendosin të njëjtat sipërfaqe me platforma, se çfarë thotë? Shikoj, prapë të thu besoj. Çfarë do thuash me këtë besoj? Të shohim se si do të zgjidhet pjesa e rregullores, se sapo ka dalë, ne jemi duke e lexuar dhe duke e përshtatur dhe pastaj do të flasim në një moment të dytë. Gatishmëria e kryetarit të bashkisë besoj që është. Gatishmëria juaj po? Gjithmonë. Ne gjithmonë zëri i kryetarit dhe zëri i drejtorisë së taksave ne vërtet mbledhim të ardhura, por nëse nuk kemi një bashkëpunim të mirë me biznesin, ajo do të falimentojë. Është pjesë e këtij bashkëpunimi që gjërat sa vinë edhe bëhen akoma më mirë. Sepse unë realisht edhe në punën time si gazetar, kur kam bërë kronika për turizmin në këtë periudhë, realisht kam parë që edhe vetë njerëzit ndjehen mirë të kjo pjesa e kësaj platforme për mos qenë brenda restorantave apo bareve. Patjetër që ne do t'ju japim frymëmarrje bizneseve. Është vetëm Pogradeci e ka shumë të shkurtër verën. Dhe të gjithë ato biznese që operojnë në zonën Buzliqenit përballen gjatë gjithë vitit me vetëm me fundjavat, pasi qyteti me të ftotën që ka dhe është natyra dhe e qytetit që nuk është se del shumë nga shtëpia, përballen vetëm gjatë gjithë vitit me fundjavat. Dhe presin këtë verë që të nxjerrin të ardhurat e tyre. Dhe ne patjetër që do jemi në mbështetje të tyre. A kemi rritje të numrit të shtretëve, pra numri i akomodimeve është rritur? Janë hapur dhe disa biznese të reja. Për fat keq unë nuk e mora që t'ju thoja një numër të saktë. Janë rreth 3 hotele të rinj që operojnë në qytet, që filluan nga viti i kaluar dhe janë në vazhdim, por kemi edhe shumë bujtina të cilat po regjistrohen vit për vit, vim duke u rritur numri i bujtinave, janë të interesuar pasi punojnë me booking dhe ju intereson rezervimi për tyre dhe ju intereson të jenë të regjistruar. Pra janë përqendruar kryesisht në Pogradec, Linë, Tushemisht, apo? Pogradec, Linë, Tushemisht. Këto janë. Në njësitë administrative, pra njësitë administrative malore, po them në Velçan, në Trebinj, në Proptisht, në Dardhas, a ka të interesuar për të zhvilluar hotelerin në ato anë qoftë edhe me bujtina? Po, ka patur disa përpjekje, mund të them që janë 3-4 përpjekje që kanë rezistuar dhe besoj se do ecin. Shpresoj që të ketë edhe më tepër, pasi zona jonë e Mokrës është shumë e bukur. Absolutisht po. Dhe mendoj që e kërkon një zhvillim të tillë. Mendoj edhe rruga që kalon. Ju mendoni se do të ndikojë, ka ndikuar sadopak? Besoj se do të ndikojë, pasi bëhet më lehtë hyrja në këto fshatra dhe vendimi i Këshillit Bashkiak të radhës së kaluar ka miratuar 2 tregje, një për njësinë administrative Proptisht dhe një për Trebinj, që do të jetë në buzë të rrugës, pa penguar
Me qarkullimin qarkullimin, që të gjitha fshatrat e kësaj zone, qofte proptishtet, qofte trebinjët, të gjitha produktet e tyre të mund t'i shesin në ato ambiente dhe ne në momentin që do jemi gati për këto tregje, do të propozojmë në Këshill që për një periudhë kohe këto subjekte të operojnë pa paguar tarif, derisa ato të më këmben. Në fakt, unë një pyetje tjetër kisha gati për ato që janë të interesuar për të zhvilluar turizmin malor, pra për të ngritur bujtina, apo në kryesisht bujtina, a do ketë politika lehtësuese nga ana juaj? Po, ne jemi gjithë bashkia është dëshiron që të eci, po eci pjesa e biznesit, gjithçka shkon mirë. Gjithçka? Gjithçka shkon mirë. Si e mendon, po? Doja të theksoja edhe për rrugën Naim Frashëri dhe Topleci. Po. Edhe aty muajin e kaluar përsëri me vendim të Këshillit Bashkiak do t'ju japim mundësi, pasi në qershor mbaron ky projekt, do jetë shtruar rruga dhe fasadat. Bizneset që do operojnë në atë zonë, bizneset e vogla, do të tolerohen nga tarifat vendore për 2 vite. Nga qershori i këtij viti deri në qershorin. Kur theni bizneset vogla, keni parasysh cilat bizneset? Të lutem për të kuptuar, po? Xhiro 0-2. Bizneset e vogla që sapo fillojnë. Pra, kafeteri? Të gjitha llojet e biznesit, të gjitha llojet e bizneseve që operojnë në këto 2 rrugë, të gjitha pa përveç profesioneve të lira, se aty mund të ketë noter, aty mund të ketë firma ndërtimi, mund të ketë që kanë zyrat aty, ato nuk përjashtohen nga ky vendim. Pra të gjitha këto bëhen për ta rrjedzuar sa më shpejt këtë rrugë edhe ajo është ndër zonat më të bukura që ka qyteti. Atëherë, zonja Karafili, më falë se ndoshta nuk jeni ju ajo që mund të më jepni këtë përgjigje të pyetjes, por duke qenë se jeni brenda këtij institucioni, është tetë vështirë, vitet e fundit ka qenë tetë vështirë për gjetur një vend parkimit në qytetin e Pogradecit në muajin gusht në veçantë, por edhe nga 15 korriku dhe deri në fund të gushtit është e pamundur të gjesh një vend parkimit në qytetin e Pogradecit, duke dhe vetë operatorët turistik që operojnë për gjatë vijës liçënore e kanë të pamundur një gjë të tillë. Nga ana bashkisa ka një zgjidhje e nëse po, si e mendoni ju? Me sa jam unë në dieni të kësaj pjese është një projekt ku po shikojnë të gjitha mundësitë për hapësirat publike që ndodhen në qytet, ku mund të jenë në shërbim të parkimeve, por nga viti i kaluar në drejtorinë tonë janë paraqitur rreth 6 subjekte, të cilat kanë hapur aktivitetin e tyre në këtë për parkim. Duke krijuar kushte që ata të japin mundësi të zhvillojnë aktivitetin e tyre duke dhënë parkimin me pagesë. A është një zgjidhje kjo? Besoj për momentin, si për bashkinë, edhe për individet, për momentin është një zgjidhje. Jo, flasë se bizneset, a mund të detyrohen që edhe vetë ata të jenë pra të gatshëm ose më saktë të plotësojnë kërkesën edhe të klientëve tyre apo edhe të turistëve për të pasur qoftë edhe parkimet të nëndeshme apo? Po, disa subjekte janë përpjekur, kanë krijuar në tokat e tyre, hapësirat e tyre kanë krijuar sidomos në Tushemisht. Po, aty në Tushemisht e kam të informacion. E kanë sistemuar vetë me tokat që kanë në pronësi të tyre për të krijuar vende parkimi. Po në qytet gjithmonë është pak vështirësia. Shpresoj që projekti që është, bile me sa jam në dieni, kryetari mendon që çdo pallat, çdo lejë që do të bëhet, do të ketë gjithmonë parkime nëntoksore, por të shohim në vështim si do zgjidhet. Ajo që deshet pyes edhe për Tushemishtin, duket restorantët apo baret që nuk kanë vend parkimit, mjetet nuk do të hyjnë brenda, sepse policia bashkiake është atje, policia rrugore është aty, pa thënë ajo e rendit, pra ato që vinë nga rrethet e tjera dhe të shkojnë për të darkuar, për të pi një kafe brenda Tushemishtit, por në ato ambiente ku shkojnë ata nuk kanë vend parkim të mjetëve, janë detyruar për të lënë përjashtë? Të them të vërtetën, këtë pjesë nuk e di se si funksionon, por që me sa jam në dieni po. Me sa jeni në dieni po. Por të gjithë restorantet
që aty operojnë, që unë kam shkuar, të gjithë e kanë zgjitur pjesën e parkimit. Enjela, edhe një po të pyes, si e mendoni turizmin këtij vitit në Pogadec? Edhe njerëz. Si e mendoni turizmin në bashkinë e Pogadecit këtë sezon? Unë them që do t'jetë mirë se vitet e kaluara dhe këtu do t'jemi dhe do të takohemi përsëri. Që do të thotë që do të ketë më shumë të ardhura bashkia e Pogadecit? Ta thash edhe pak më parë, kur janë mirë bizneset, të gjithë jenë mirë. Kur janë mirë bizneset? Të gjithë jemi mirë. Enjela, të falenderoj shumë që ishim së bashku në Konak. Faleminderit pafund. Këtu pra kemi përfunduar edhe për sonte emisionin Konak. Sonte në Konak ishim me drejtorin e të ardhurave në bashkinë e Pogadecit, Enjela Karafili, nga unë Tonin Frogu, natën mirë.